Meqense është viti që ka ndruar jetë shumë të mëdhenj të skenës edhe të kinemas, është i moment që të bëjmë një homazh duke u rikthyer në kujtimet tuaja, në bashkëpunimet tuaja më domethënëse. Me Dimitër Anagnostin folëm, po ka ndruar jetë edhe i madhi Piro Milkani, po edhe zonja e skenës Margarita Xhepa. Më herët vitet e tjera më risjell në kujtim Xhevdet Ferrin, Naun Shundi, Enver Petrovski, të cilët i kam njëjtur nga afër. Ka qenë kolegët e mi, kam luajtur me ta, kam darë jetën me ta, kam qeshur, e kemi bërë biseda të çfarëdoshme me ta, kam mësuar prej tyre. Këto janë kujtimet më të dashura që ke me ta? Këto janë kujtimet të pashlyeshme. Është dikush që me cilin keni pasur një marrëdhënie më të ngushtë? Po, Naun Shundi ka qenë miku im në teatr, nga më të ngushtit. Nauni kishte aftësinë që përmendëm neve, të ishte aktor i shkëlqyer, të ishte regjisor shumë i zoti, por edhe dramaturg. Kam luajtur edhe në veprat që ka shkruar Nauni. Edhe humbja ati ishte një humbje madhe për teatrin ton. Një djalë modest që asnjëherë nuk mendoi të bënte reklamën e punës vet. Asnjëherë. Po folën në një fjalë të bardhë. Po folën një i manqur. Shumë i manqur, i talentuar, shumë i talentuar. Nauni ishte një djalë zotni. Bëri edhe teatr në shtëpi, ose shtëpinë e tij e bëri teatr. Sakrifikoi shtëpinë e tij për të bërë teatr. Domethënë, mendoni se sa e thellë ka qenë dashuria tek ai për teatrin. Kjo është thellësi dashurie, nuk është reklam. Ai kaq shumë e donte teatrin, sa shtëpinë e vet e sakrifikoi për të bërë teatr. Kush e bën? Pak milioner nga Shqipëria? Ke dëgjuar në njëri ditë të bëj vilën apo kështu ta bëj teatr? Askush. Ja, e bëri ai fukaraj, aktori. I kam mbledhur ato 5 lek që bëri teatrin. Një gest domethënës dhe një dashuri e patregueshme. Nuk e bën dot kushdo. Nuk e bën dot kushdo. Hajde bë. Sa milioner ka Shqipëria? Plot. Sa vila kanë? E sa apartamente bëjnë? E sa ashtu? Kush e bëri teatrin? Ai e bëri shtëpinë. E bëri teatr. Kjo është thellësia e dashurisë së tij për teatrin. E jashtëzakonshme. Një gjë të mrekullueshme për artistët, ndryshe nga qeniet e tjera njerëzore, që mund të largohen fizikisht, ama janë gjithmonë aty. Pa diskutim, sepse vepra e çdo aktori, e çdo artisti është një vepër që ka komunikuar me publikun dhe ajo nuk mund të harrohet, nuk mund të kollaj nga kujtesa e publikut. Ajo është aty, sepse nëpërmjet asaj vepre publiku ka marrë emocione, ka marrë edukat, ka marrë mësim, ka marrë filozofi, ka mësuar diçka. Dhe është e vërtet ajo që një hajdut pa një shfaqje që me hajdut edhe vajti vetë u dorëzua. Po. Katarsisi që përjetoi. Që përjeton njeriu, sigurisht. Teatrin, njerëzimi. Prandaj teatri nuk vdes kurrë. Këtu e 3000 vjet përpara që u krijua teatri, u krijua vetë nga njerëzit. Thanë, dale të vëmë 5 vjet atje, të shikojmë si jetojmë ne. Të shikojmë veten e tyre. Prandaj u krijua teatri. Pa na bënë çik neve jetën tonë dhe i mori, i njëti në skenë, kush kishte të mek më tepër talente kështu. Dhe i njëti vetë. Prandaj është krijuar vetë nga njerëzit teatri. Nuk ka ardhur nga një urdhër nga komiteti i partisë të krijojë teatri. Kjo është filozofia. Por edhe mua më vjen në mendje edhe Churchill, një shprehje e tij kur nga lufta edhe nga situata goxha e rënduar ekonomike jepet sugjerimi hajde të prishim teatrot. Edhe përgjigjja ishte po ne prandaj po bëjmë luftën për të ruajtur këtë pasuri. Po, edhe thënie e madhe Napoleon Bonapartit. Nuk po i thoshin atë që ne po humbasim
betejat ku po i bënda ne nga Abisinia, nga Rusia, nga po i bënda do betejat. Nuk po i thoshin këta, generalet, që po humbasim betejat. Dhe i bëri një pyetje shumë të thjeshtë. Ka spektator, tha, komedia franceze? Jo, madhëri, tha, nuk para ka, tha. Po pse s'me thoni që kemi humbur luftën? Jo betejën, luftën. Luftën, kemi humbur luftën. Vetëm nga pjesëmarrja e publikut në komedin franceze. Po ne e kemi humbur luftën dhe me qënë se përmende Napoleonin, a edhe Churchillin Viola, teatri është më politik se politika. Po. Ne e kemi humbur luftën, ne këtu në Shqipëri. Ne jemi vrarë çfarë lufte do përshtyr. Ne jemi të vrarë. Ne jemi të asgjësuar çfarë lufte kërkondi. Me kufona do bësh luftën ti? Arti, kultura, do investime, mik. Do njerëz të zot, të paraprind, të nxisin, të inkurajojnë, të investojnë. Nuk bëhet me lëmosh. Teatri apo kinema nuk bëhet me lëmosh. La charité, nuk bëhet me hapi kapelën të edhin ka i qindarga. Ja. Do plane të rëndësishme kultura. Transformimi dhe rritja e kulturës së një kombi transformon të gjitha skajet dhe të gjitha punërat e tia. Njerëzit bëhen më të mirë, bëhen më punëtor, bëhen më të dashur, forcohet dashuria. Sigurisht, prandaj njeriu duhet mbetet dhe duhet të zhvillohet si njeri. Këtë e bën arti dhe kultura. Sepse në fakt, tani që yjet e mëdhenj, po them kështu simbolikisht, yjet e mëdhenj po shuhen në homazh të mëdhenjve të skenësve të teatrit, ku patjetër dhe ti bën pjesë tek ata për mua, në pa asnjë diskutim. Përveç talentit tuaj, ishte edhe investimi i atij shteti që ishte, ashtu si ishte, me të gjitha problemet e tij, po investimi shtetëror. Edhe pyetja ime si i ri, që jam në këtë brez është, ja ikët ju, po pastaj çfarë do bëjmë ne? Për artin, për kulturën. Kur investimet janë tmerrsisht të pakta dhe kaq problematike. Ne të rinjt. Regjizor, jo unë, regjizor të rinj, aktor të rinj. Çfarë do bëjmë? Unë kam shpresën dhe besimin që ju do ndërtoni një jetë më të bukur nga ne. Jo thjesht se ju investon apo nuk ju investon shteti apo privati. Por do t'jetë nevojë e brendshme, e thellë e shoqërisë shqiptare për të ecur në drejtim të kulturës, të artit. Do t'jetë nevojë e brendshme. Siç ka ardhur në çdo vend të Evropës apo të botës. Bota ka hequr kafshatën e bukës për artin. Ka qëndruar pa darkë dhe ka prerë biletën për teatrin. Këto ka ndodhur në jetë dhe në botë. Ka ndodhur këto. Mbaj mend kur dëgjova një histori me përmbysjen anën lindore, në Poloni, disa aktor morën një iniciativë dhe blen një magazin të fruta perimeve. Me qëllimin për ta bërë teatr. E morën disa stola kështu, ato stolat e mëdhej, e pastruan vetë për ta bërë teatr. Dhe kur filluan aktivitetin, në shfaqjet e tyre nuk gjej bilet. Një magazin të fruta perimeve e shndruan në teatr. E bën me gëlqere. Pastruan vendin dhe vendosën stola, jo ndonjëse komode. Stola druri. Stola druri që uleshin 10 veta rresht. Jo komoditet. Nuk gjej bilet. Çfarë është kjo? Kjo është etja dhe dashuria që kanë njerëzit për të marrë dhe për të vjel emocione njerëzore. Kush e mban gjallë njeriun? Njeriun e mban energjia njerëzore. Kush e mban gjallë? Ajo e mban gjallë njeriun. Nuk e mban copa e bukës. Energjia dhe
Në momentin që njeriu thot nuk dua, atëherë ka vdekur. Po kur njeriu vazhdimisht thot dua të shikoj, dua të jetoj, dua të këndoj, dua të lexoj, dua të shikoj, njeriu nuk vdes. Vitaliteti. Vitaliteti. Mbase kemi shumë të vdekur që marrin frym, edhe ky do ishte problem që tani nuk diskutohet që midis të gjallëve ka dhe të vdekur, edhe pse ecim në dy këmbë. Problemi është që të zgjohet shoqëria shqiptare. Të zgjohet. Dhe unë kam bindjen e plot që do të vi dita që do të zgjohet. Kam bindje për këtë. Do të zgjohet, thua. Do të zgjohet. Inshallah, të shpresojmë. Do të zgjohet edhe për ju, sidomos jeni të rinj, që ju të keni një jetë më të bukur, më të mirë. Të jeni më të kompletuar në jetesën tuaj, në mirëqenien tuaj, në shëndetin tuaj. Kjo sigurisht do të vi pa diskutim. Ne njohim artistin, se do të ndaleshim pak edhe këtu e gon, njohim artistin që luan teatr edhe luan në filma, po si është dita jote? Nga e hëna në të diel, një përditshmëri. Unë bëj një jetë modeste, një jetë thjeshtë. Unë e kam një makinë, po sigurisht udhtoj gjithmonë me linjën e urbanit. Edhe më pëlqen të udhtoj me linjën e urbanit sepse thjesht aty duke udhëtuar kontaktoj me njerëz të ndryshëm, marr mendime të ndryshme nga njerëzit. Më pëlqen të komunikoj dhe të interesohem për jetesën e tyre, për mirëqenien e tyre, për biznesin e tyre. Këto janë, domethënë, dëshira të brendshme të mia, të cilat unë i realizoj nëpërmjet përditshmërisë time. Ka raste që mbushem me kënaqësi, ka raste që më vjen keq. Sikundër janë njerëzit që takon me problemet e tyre. Në përgjithësi njerëzit janë të qiltër dhe të sinqert dhe të shpalosin gjërat e tyre. Ta hapin shpirtin. Ta hapin shpirtin, janë të sinqert njerëzit. Nuk bëjnë theatr në jetë. Thonë gjëra të vërteta. Dhe kjo mua më emocionon shumë. Kur dëgjoj nga njerëz të ndryshëm lidhur me probleme, me halle, me objektiva, me dëshira, me gjëra. Domethënë kjo është gjëja kryesore e përditshmërisë time, që unë komunikoj me njerëzit. Unë nuk bëj jetën time, hy në shtëpi, lexoj librin, dal nga shtëpia, vete këtu, vi atje, hop këtu, hop atje. Unë komunikoj me njerëzit. Interesante, shiko, tek aktorët e mëdhenj më ka ngelur në memorie një rrëfim që ke bërë për Bekim Femiun. Po. Ndoshta aktori po themi më i suksesshëm edhe ndërkombëtarisht për shkak të rrethanave ku jetonte, se jetonte në ish Jugosllavi. Po. Edhe ke thënë që nuk ka një boost për Bekim Femiun këtu në Tiranë. Edhe unë di që pak e njohin këtu në Shqipëri, përveç ata atyre që merren me art, po them. Kjo është një fatkeqësi e jashtëzakonshme. Që shqiptarët të jendan mos të njohin figurën e madhe të Bekim Femiut. Ai nuk ishte vetëm një aktor i madh. Bekimi ishte një shqiptar i madh. Kam pas fatin të qëndroj 5-6 orë të Rogneri me Bekimin, kam pirë kafe. Dhe kam biseduar me të hapur, qiltër. Dhe kuptova, jo se unë e kisha ndjekur pothuajse në të gjithë filmat që kishte luajtur Bekimi, por jashtëzakonshëm. Aty kuptova sensi njerëzor dhe artistik të tij. Ishte njëri jashtëzakonshëm dhe artist i madh. Shiko, unë Bekim Femiun e dua shumë, po nuk e prita që do prekeshe.
Ta them sinqerisht. Po sigurisht njerëz të mëdhenj, njerëz të mëdhenj, njerëzit me blera lënë gjurmë tek mua, kushdo qoftë, në çfarëdo lloj profesioni qoftë, lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën time. E në fund, vjen një moment që thuaj se çdo artist mendojnë që historinë e tij ta shhedh në një libër. E keni menduar ju një gjë të tillë ta bëni? Unë asnjëherë nuk kam menduar të paraqes jetën time në për libra. Sepse them jam shumë i vogël që jeta ime të përshkruhet në për libra. Kushdo mund të ketë iniciativën që të bëj një monografi time apo një album fotografik. Ajo është gjëra normale dhe mund ta bëj, unë nuk pengoj njerin në këtë sens, por ta kem unë qëllim që të shkruhet jeta ime në libër, nuk e kam pasur kur, edhe nuk e kam. Kushdo mund të mësoj jetën time, veprimtarin time, aktivitetin tim artistik, edhe mund të shkruaj, unë s'pengoj njeri. Në fund fare, çfarë do i thoshe të gjithë ndjekësve të Kinotekës? Janë të grup moshave të ndryshme. Se i kemi këto të dhënat nga YouTube që na i tregojnë. Unë me ju e mirë, jeni grup shumë simpatik, shumë të dashur, ju falenderoj për mikpritjen dhe më pëlqen që ju krahas seriozitetit me të cilin kryeni punën, edhe të qeshin nga një qikë, se su bëqa përti, e kupton. Edhe të keni bashkëpunimin me njëri tjetrin, mos ta shikoni me xhelozi njëri tjetrin, ta respektoni njëri tjetrin. Kush respekton më shumë, ai fiton pikë më shumë. Nuk është varësi dhe vasalitet të respektosh kolegun. Ja, është fisnikëri. Dhe ju do qëndroni këtu te fisnikëria. Kolegu mund të reagojë në mënyra të ndryshme, ose mund të thotë, domethënë e kam nën vete unë këtë, prandaj më nuk është servilizëm, respekti. Ja. Është tjetër gjë servilizmi. Është tjetër gjë bërja e qefit kot. Ta respektoni njëri tjetrin, ta doni njëri tjetrin, sepse do të arrini rezultate shumë herë më të mira. Kjo është këshilla ime. Të falenderojmë shumë. Të falenderojmë jashtëzakonisht shumë. Faleminderit juve. Me Kineman si e ke raport një kështu si shikues? Haruam. Kineman në ekranin e madh apo të vogël? Në ekranin e madh. Në ekranin e madh vetë na vete. Bashkë me bashkëshorten që unë e di që keni një raport shumë veçantë, Cineplex. Kemi dëshirë që do të bëjmë këtë dhuratë nga Cineplex, bilet çift që është pa datë, mund të shkoni kur të doni në filmin tuaj të preferuar, tani në dhjetor, në janar, në mars, kur të jetë. Faleminderit. Ja, një gjë shumë e bukur që më dha. Dhe për të gjithë ju që po mendoni se çfarë të bëni në pjesën e mbetur të javës dhe sidomos të fundjavë, unë ju sugjeroj që të shkoni në Cineplex, të blini biletën, të zgjidhni ulsen, sepse duke nisur nga nesër në 27 nëntor vijnë 2 filma. I pari është Zootopia 2, filmi shumë i dashur i animuar me Xhudi Lepurushen dhe Nick Dhelprën që rikthehet sërish për gjithë familjarët dhe fëmijët. Walt Disney Animation Studios paraqet vazhdimin e shumë pritur të filmit fitues të çmimit Oscar të vitit 2016. Ndërkaq, jo vetëm kjo, do të jetë gjithashtu duke nisur nga nesër në 27 nëntor rikthehen Magjistarët. Now You See Me Treshi. Më sheh, s'më sheh. Një iluzion që sytë tuaj nuk e kanë përjetuar kur. Me një aktor të jashtëzakonshëm si Morgan Freeman dhe me regji të Ruben Fleischer do të rikthehet. Now You See Me Treshi nga nesër 27 nëntor vetëm në Kinema Cineplex.